Pronari i kompanisë Durmoturs, Durmish Beluli, ka fituar edhe 20 ditë të reja shtyrje për mbajtjen e dënimit me burg prej 10 vjetësh për aksidentin e Llaskarsës në vitin 2019, ku humbën jetën 16 persona dhe 38 të tjerë u lënduan. Gjykatësi Qirko Mihajlovski konfirmoi informacionin duke theksuar se shtyrjen ja ka vazhduar me rekomandim të mjekut, i cili ka thënë se Beluli duhet të pushojë derisa t'i shërohet vara e ndërhyrjes kirurgjikale që ka kryer në fillim të dhjetorit. Beluli, i cili është dashur të paraqitet në burg që në qershor të këtij viti, sipas vendimit të ri, do duhet të paraqitet pas festave të fundvitit, respektivisht më 5 janar të vitit të ardhshëm. I pyetur nëse do të kërkoj nga organet verifikim të dokumentacioneve dhe mendimeve mjekësore, Mihajlovski thot nuk do të kërkoj me që i beson mjekut, ndërsa frikësohet që mos i ngritet procedurë për paraqitje të rreshme. Beluli tani më 6 muaj e ka shtyr fillimin e mbajtjes së dënimit për arsye shëndetësore. Ndërkohë i dënuari i dytë, Remzi Miftari, i cili gjithashtu e shtyu disa herë dënimin për arsye shëndetësore lidhur me diagnozën e njëjtë. Pas mbarimit të periudhës së rikuperimit, Miftari nuk është paraqitur në burg dhe tani më 1 muaj ndodhet në Arati. Për aksidentin tragjik, në burg janë shoferi Manoil Trifunovski, i cili mori dënimin më të lartë në këtë lëndë, 14 vjet burg. Prej 6 qershorit, në burgun e Idrizovës, ndodhen edhe udhëheqësi i stacionit të kontrollit teknik, Igor Gjorgjevski, i cili është dënuar me 7 vjet burg, por edhe kontrolleri teknik Goran Dukovski, i cili gjithashtu është dënuar me 7 vjet burg. Aksidenti i Llaskarsës ndodhi më 13 shkurt të vitit 2019, ku humbën jetën 16 persona dhe 38 të tjerë u lënduan. Sipas aktgjykimit, autobusi i aksidentuar ka qenë teknikisht i parregullt, ndërsa të gjithë të akuzuarit nuk i kanë respektuar detyrimet ligjore për sigurinë e udhëtarëve.